Po kthejna për me dalë në ato që e pyte. Kur e kini politikan i cili e njës fushatën të thonë i kom pas 51 po i du 60, amo me asni fjallë nuk të regon pse po i do në 60, qka me bo? Për shkak se 60 që s'ka me e marë, edhe nëse e merë qytetari po ta jep. Nuk egziston për vetë vehtën ti. Egziston për vendin ton, për qytetarët e Kosovës, me ju bëjetën më të mirë, më të sigurt, me ju rrit parashikueshmërinë, me ditë ata me para pa jetën edhe për fëmijët e vet, me ditë çka i pret në të ardhmen, me mujt me planifiku. I du 60, për çfarë i don 60? Apo na tregon çka do me bëu? Që se ki bëu për çto 60, se kur gjos ka ndodhur në Kosovë. Po do me zgjedh president. Po, për çka po i don 60? O çka do me bëu? Me zgjedh Albulin. Edhe unë po ju them që kjo nuk është demokraci. Që kjo nuk është mënyra që shu udhëheqet me shtetin. Ky njeri nuk po din që shu me udhëheq me shtetin. Është totalisht gabim. Tashti, çka ka ndodhur ndërkohë? Për shkak se jemi bombardu me luftë hibride, është e vërtet, prej Rusisë, prej Serbisë, edhe se ja kemi nisë edhe vetë ka pak me i përdor, s'po them unë, ose aleanca, po vetë i kanë përdor këto farë elemente dhe luftës hibride, na kem kthy synimin e qytetarëve të Kosovës na fat shkurt. E kanë hup ondrën. Më thonë, na kem pas ondër në 80-at, në 90-at. E kem ditë çapo dojmë. E shku prej Kaçanikut deri në Mitrovic, kondomi vet ka tregu çapo don. Pyetni sot çapo doni. Ki problem me marr përgjigje të njëjtë. Unë jam të ju thonë, po du me kthy ondrën e Kosovës. Jo atë ondër, se atë ondër e kem realizu, po nuk mundet populli mos me pas ondrë. Çka është ondra? Mu u zhvillu ekonomikisht. Mu bo vend i fuqishëm. Mu bo një vend cilit dikush mundet me ja pas lakmi. Mu bo vend për cilit s'kem nevoj me ik. Po mundet me ardh dikush. Ata ndërtojmë qëtë ondër. Po du me ndërtu qëtë ondër. Po që kjo ondër nuk ndërtohet, tu i lyp 60%, tu e akuzu dikon tjetër për kretë dështimet tuja. Nuk bën. Shiko, është një fjalë që unë e përdori. Kush do, që për çfarë do dështimit vetin, veç e gjenë fajin tjetërkund, ka me vazhdu me dështu, duhet me e këqyr vetën njëherë. Jam i bindun që Kosova ka njerëz, ka eksperta, qoftë nëse dojmë me bo penda, për të ujnave, i dibre, se i kom pas kolegë, jënë tjerë zakonshëm. Ka njerëz që din me punu. Na duhet me rrit ambicjen, mos me qenë ambicia jonë për një dhurat një hershme, po me qenë ambicia jonë për me qenë me të vërtet zhvillu. Na ka hup ondrën. Nuk ka ondrën në Kosovë. Ambicjet tonë janë shumë afat shkurta. Nesër, mas nesër, nuk dojmë me pa 5, 10 ose 20 vjet. Nuk dojmë me pa larg. Është problemo kështu. Unë du me e kthy qëto. Misioni jam me e kthy qëto. Për shkak se nëse mrim me e kthy, nuk ka kur gjo që e nalë Kosovën. Qështu, na rriten ekstremizmat, na ulet solidaritetin mes njëri tjetrin, nuk e dojmë njëri tjetrin. Lypim gjithë shka me e marrë nesë. Për njerë na jemi në probleme serioze, këto nuk janë mo çështje cilat janë politikaneske. Unë nuk jam të dashur me fol me emna, me qëllim. Jam të i fol konceptet, jam të i fol pikpamjet e mia. Jam të tregu që nëse vazhdojmë qështu, e ardhmja jonë nuk ka më konë ma mje. Është një mendim që kjo ndodhë për shkak se ne jemi peng i Serbisë. Pra, për shkak se gjithçka sillet rreth Serbisë, rreth kontestit madh me Serbi, e tjerë, pra, raportet tona me Perëndimin, pra, qytetërisht, për herë të parë tash pengesë është Serbia, për shkak se ne kena filluar mi pa alatët, si më thon, si do ndërmjetësa, jo neutral, po që po ja mojnë anën Serbisë e tjerë. Që në fundit, pra krejt strumbullari i kësaj është Serbia, është kontesti jonë me Serbinë, që s'po na lën neve me marr frymë, as me mujt me bo diçka për ekonominë, për energjinë, për arsimin, për gjithçka. Kjo është pjesë e bindjeve të mia që muin me u quajt doktrinare. Unë mendoj që Kosova ka rshit edhe në këtë aspekt, ka rshit në një pozit e cila është kurth. Jemi në kurth, me ose pa vetdije. Nuk që s'po jalo fajin askujt. Amo, nësot e kemi situatën kësisoj. Janë 5 vende mosnjohëse
Bashkimit Evropian, 4 prej tyre janë NATO, që në pengesë serioze që na me avansu në 2 integrimet, edhe ata thojnë, nëse ju njeh Serbia, ju njohim edhe na, me përkthy. Kjo nën kupton që Serbia s'na njeh kurrë. Pse me na njoft, nëse njohja Serbis kish me sjell edhe njohje tjera dhe integrimin NATO në doj. Kjo është kurth. Kjo është kurth në cilin këtu, hajde po supozojmë që këtu nuk kemi rshit me vullnetin tonë ose me mosdijen tonë. Ne kanë marrë atë vendim ato vende. Po ka kurthe tjera. Ne jemi tu e lidh sigurinë tonë dhe investimet e huaja për cilat fola më përpara, për shkak se krit kohën edhe vetë e paraqesim Serbinë si një agresor potencial tu e pas NATO-n këtu. Edhe narracioni është i gabueshëm. Na lidhim zhvillimin marrëdhënie ndërkombëtare me Serbinë, energjinë me Serbinë, këtë kim ditë. Doktrina e Kosovës duhet me qenë tepër poster dhe krejt ndryshe. Edhe më të thonë për herë të parë në studio të ju. Kosova duhet me marrë vendim. Nuk don me na njoftë Serbia. Jo me marrë vendim na, po të unis prej faktit që Serbia thotë nuk du me të njoftë, na du me i marrë do vendime. Vendimet tona du me qenë, na dojmë mu zhvillu pavarësisht që Serbia nuk na nje, edhe me i thonë Serbis mos na nje. Të lutem mos na nje. Se nuk mujmë na me met peng i këti raporti me Serbin, tash mo vetëm për një qerek shekulli e ma shumë, e nashta me vazhdu dhe një qerek shekulli tjetër. Kosova duhet me u kthy ka zhvillimi ekonomik, socioekonomik. Duhet me zhvillu arsimin shpejt se jemi të hynë kohën e inteligencës artificiale. Kjo është ma afat gjatë. Duhet me i hapë kit ventilat e zhvillimit ekonomik. Duhet me pas marrëdhënie serioze bilaterale, drejt për drejta, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sot jetë e mundshme me gjitha shtetet e NATO-s që e garantojnë atë sigurinë për cilën fola për investimet huaja. Duhet me mobilizu diasporën, inteligjencën që e kem këtu, inteligjencën që e kem jashtë. Nuk po flas për agjenci inteligjente, po për inteligjencin thuhet ma postre ashtu. Gjithçka duhet me e vënu në shërbim të zhvillimit pa njohje të Serbisë. Ka shtete që e kanë bu. Bile i kanë pas këtë vendet fqinje armike me edhe me armë. Izraeli është një prej tyre. Ata kanë vendos. Nuk po na intereson ana një Serbia mo. Na po i kryjm do punë tona. Dojmë me kry punë tona. Edhe duhet me u shndrru në doktrinën në Kosovë. Jo me i ik dialogut. Nuk i ikim dialogut. Por i kryjm detyrat e shtëpisë, e forcojmë demokracinë, sundimin e ligjit, ekonominë, sigurinë. Edhe jam i bindun që gjasat që Serbia najherë kanë me na njoft, kanë me urrit nëse njohja prej Serbisë nuk ka me na u desht. Përderisa na e lypim krejt kohën, ne jemi të vënu vetën në pozit inferiore edhe të u anku. Serbia na boni kështu, Serbia na boni kështu, Selbia. Ha të zhvillohen vetë. Kemi mundësi me rritë sigurin, ekonomin, arsimin, shëndetësin, lidhjet tona tash doktrinare me Shqipnin, që e kemi që aty, jo me majtë mbledhje falset qeverisë veç për me dalin fotografi, po me i vendos bazat doktrinare të zhvillimit. Ha të pëndërtojmë hekurudhen. Qa po mani mbledhje të qeverisë pa lidhje me dalin fotografi. Ndërtoj hekurudhen s'ki nevoj për kurgjohë me majtë mbledhje. Vnoj raportet e sigurisë. Po i vnojmë në raportet e sigurisë 2 syve, që shi kanë vendet anglosaksone 5 syve, që nuk guxojnë mi prej kërkush njëri tjetrin pa u konë 2 bashkë. Kemi mundësi me dalë prej këtij kurthi.